Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit rreth showbizit. Në fakt dua pak të ndaloj tek Donaldi dhe tek Bora. Ju e dini shumë bukur që Donaldi dhe Bora janë një nga çiftet më të komentuar, një nga çiftet më të dashur dhe një nga çiftet më pozitiv. Dyshja që në fakt është përfolur shumë, ashtu dhe Heidi dhe Romeo, domethënë kanë qenë shumë në qendër të vëmendjes. Donaldi dhe Bora kanë dhënë ca deklarata muaj më parë që jeta e tyre do të mirte një kuptim tjetër, edhe pse në fakt jeta e tyre ka marrë kuptim tjetër. Ato të dy që në momentin e parë kur janë lidhur kanë vendosur që të bashkëjetojnë, kanë vendosur që të ndajnë momente me njëri tjetrin, kanë vendosur që të ndajnë jetën me njëri tjetrin, kanë vendosur që të ndajnë atë storyn e dashurisë me njëri tjetrin, kanë ndarë shtëpinë me njëri tjetrin dhe ato jetojnë bashkë. Pa marrë parasysh, domethënë, a kanë bërë çelebrime, as kanë bërë çelebrime, ato të dy jetojnë bashkarisht. Por është komentuar deri diku një dasëm e mundshme. E mbaj mend unë, Donaldi ka treguar që ne po përgatitemi për dasëm, do të bëjmë një dasëm të bukur, një dasëm përallore që do të ketë vetëm miq të afërt, njerëz që na duan, i duam, i respektojmë, sepse të ftuarit në dasëm do të thotë që ai njeri të ka respektuar aq shumë sa që dëshiron momentin më të bukur të jetës së tij dhe momentin më të veçantë të jetës së tij ta ndaj me ty, dhe kështu që domethënë ka qenë ajo e bukura që Donaldi dhe në këtë rast domethënë Bora dëshironin që ta ndanin me njëri tjetrin, por më kanë pyetur shumë Tiran, a ke marrë ndonjë informacion, çfarë po ndodh mes kësaj dysheje. Nga informacionet që kam unë, do të ketë një dasëm, domethënë çifti akoma nuk e ka vendosur se kur do ta bëj dasmën, përflitet që do të jetë muaji tetor, fundi i muajit shtator në fakt që mund të bëhet një dasëm, kanë qenë këto muaj edhe vitin e kaluar, por siç duket Bora dhe Donaldi akoma nuk janë fiks dakord se në cilin vend do të mund të bënin ato dasmën e tyre dhe në cilin vend do të mund të argëtoheshin ato të dy së bashku, domethënë të jetonin çaste dhe të jetonin momente. Nga informacionet që kam unë deri diku, domethënë përflitet që dasma nuk do të jetë në Shqipëri, por do të jetë në Itali, në një nga vendet më të preferuar të dyshes, atje ku ato edhe do të argëtohen dhe do kënaqen, dhe do ndajnë momentet e bukura, domethënë në Itali, atje do ta bëjnë dasmën e tyre. Por deri më tani asgjë nuk është zyrtare, janë thjesht domethënë fjalë që vijnë lart e poshtë nga njerëz të afërt të çiftit. Unë i uroj të gjithë të mira Donaldit dhe Borës dhe shpresoj që vërtet ambienti i tyre të jetë një ambient ku të gjithë do të kënaqen dhe do të argëtohen.